Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Manjola. Unë jam Marko, e si gjithmonë për te kamerave kena edhe Elvisin, producentin e Oda Podcast, I cili punon pa pushim që Oda Podcast të ketë një shikueshmëri sa më të mirë. Por si që shifni sonte, tavolinën e kena plot. Edhe sepse kena 2 djem të ardhur në një moshë të re në Amerikë, edhe kanë një arritje shumë të mëdha. Që sonte kena doktorin që ka ardhur nga Alabama, veçanërisht vetëm për ne, me kanë pjesë Odës Podcast, Erald Lula. Gjithashtu kena edhe physician assistant Christian Qutaj. 2 djemë ton shqiptar me arritje të mëdha në Amerikë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se zgjidhme. Mirëmbrëma. Faleminderit që e pranut ftesën tonë, edhe faleminderit Kristianin e kena pak më afër, se e kena këtu në Michigan, por një falënderim veçantë shkon për ju Erald që keni marrë rrugën, kjo me avion vile, për marrë këtu në podcastin tonë, Odën tonë, e vlerësojmë shumë. Shumë faleminderit dhe mirë se erdhët. Gjithashtu kena edhe zotni Markun që do më thonë 2 fjalë sonte. Edhe Marko, në karë për I lërgë sot. Adon personalisht ju falenderoj që keni ardhur, se na që jetojmë këtu në migracion edhe në Amerikë e kuptojmë se koha a flori kena thënë. Më thonë everybody's time is very Është shmushme. Very important, valuable. So, faleminderit që keni ardhur, edhe uroj gjithat mira në karrierë edhe në familjen tuaj. Faleminderit. Na me qenë se nuk I kena tonë ata se ajo rezumeja ose CD-ja që I thojnë në Shqipëria shumë e gjatë, kështu që na kishim dashur me na I thoni fije miqve tan, shikuesave tan se kush është Eraldi edhe kush është Kristiani. I go first? Go. Okay. Kam ardhur në Amerikë kur isha 9 vjeç. Historia ime është historia që shumë shqiptar kanë pas kur kanë ardhur. Prindit kanë punuar punë shumë të vështira, na kanë dhënë opportunity që neve të shkojmë në shkollë dhe to follow our dreams. I had the opportunity to study at Wayne State, where I did my undergrad. I did my residency program at Henry Ford, which is very close by to the podcast. I've been blessed to be able to be an internal medicine doctor. And recently we have a joint venture me Chris, që kam shok të ngushtë, and we're working on a new clinic to help patients with weight loss, hormone therapy, and just general lifestyle changes. Chris? Shumë bukur e tharë. Nuk e... Aq ma tepër që e the aq bukur në Shqip, sepse për një djalë që ka këtu 9 vjeçar, I ke sot në Shqipëri fëmijë që mësojnë anglisht në moshë vogël dhe kanë filluar pak me I përzi pak shqipen edhe me anglishtën ose me një gjuhë tjetër të huaj. Kështu që përveç gjithë arritjeve të tjera, të përgëzojmë edhe për shqipen perfekte që e keni ruajtur. Një shqip, një anglisht. Edhe kjo do të jetë me mendja merita e prindve. Po, sigurisht. Të gjitha. Jam Kristiani, unë erdha në Amerikë në moshën 16 vjeç. Erdha vetëm, nuk erdha si gjithë të thonë jo si tonë shqiptar, po, moshën 16 vjeç po erdha vetëm. Kjo ardhë në një normal të vështirë. Po, edhe unë shkova në shkollë Wayne State për undergrad. Aty actually jena taku me Eraldin. Shkova për PA School, vajta në Cleveland Clinic, edhe my clinical rotations and residency ishte Cleveland Clinic. Masën e erdha mrapa në Michigan. Këtu afër jetoj, kështu tu krejt afër, 5 minuta. Bilen kamë erdha sonë. Ja, ka këndë rëshi. Edhe ka një vit se unë dhe Eraldi po punojmë shumë për të arritur një qëllim jo vetëm për ne, po edhe për njerëzit, edhe për shqiptarët, edhe për Michiganësit. Kena hap klinikën New Health, ofrojmë shumë gjëra të mira për medication për me lose weight, shumë gjëra tjera si peptides, si tash edhe shqip nuk po dim këtë me thonë. Jo, se jo të na fjalë janë shqip. Po, është shumë mirë everything with the lifestyle changes. Se pak a shumë këto që do t'jenë klienta or pacienta tu I të arshëm janë fakt nga Michigani, se nuk besoj se do të vinë nga Shqipëria. Kështu që është okay që të flasim këto terminologjia është pak më vështirë për mua përkthy për në anglisht në shqip. Kështu që është mendoj që jena tan dakord që
t'i ftojmë atë fjalë në anglisht. Aja që është më e bukur se kur shkume të klinika, Kristiani tha që na kena edhe prej Kanadojit na vinë, do më thonë që në qoftë se Kanades të vinë për me supportu Kristianin edhe Eraldin në klinikin në bashkëpunimin që i kanë të dy bashk, natmi që i kanë shok, ju këtë një thira dhe me shku të klinika tyne, sepse të tanë kena qef, më duke i fjet frest, i fjet mirë, edhe këta jo që vetëm të pësojnë, por edhe të bajnë më duke shënërini, të shna i kena thonë që kena himi, të shna të pësoj thje sekretin, na ban edhe ne të ri. Dhe me thanë, episodet e arshme, kur na shifni mu e Manjolen, që kena ndryshu, se nështë e ju duk në të mirë, dhe keni me na pasë sa ndryshim kena me pasë në episodet e arshme, edhe gjithë kreditit të shkojnë të Kristiani edhe Eraldi. Këtë dërse me thanë edhe në komentuzë, që më thërë, Mark, sa i mirë, kështu që pra që, dhe më shku këto, Eraldi e Kristiani. Kina doktorat në vetë, kina doktorat në pa doktora. Ashtu. Ne po e bajmë pak në mënyrë, se ne gjithmonë thojmë bajmë bashkëbisedime, këto nuk bajmë pyetje përgjigje, por me të vërtet është një krenari e madhe që me pas dy djem shqiptar, jo vetëm kaq suksesshëm, sepse jena me fat që kena shumë shqiptar që janë suksesshëm në fushat ndryshme, por aq më tepër kaq frymëzim sa ju jepni brezave të arshëm. Kështu jeni një frymëzim i vërtet. Kështu që ju përgëzojmë një herë për punën, për iniciativen dhe me gjitha për sakrificën, sepse jam e sigurt dhe gjithë jena të sigurt që këto arritjet tuaja kanë dash një sakrificë shumë të madhe për me kenë këto ku jeni sot. Jo vetëm aq, me thënë drejtën, ky është një mesazh tjetër që në qysh se kena hap, kena thënë dona me kena ja ura lidhse për me bashkëpunu tanë bashk, po shikoni dy djemë të ri që janë në dy vende të ndryshme, takohen rastësisht në Tiranë edhe bashkëpunojnë. Pra ky brezi i ri e di që kanë me kenë bashk edhe kena mu ba aq nelt sa s'ka me na pas gjatë që me na nalë, sepse jena mende hapun, e dojmë jeni tjetrin, edhe e shikojmë se si mundena më rritë të tanë bashk. Ashtu si ju dy e keni vendos s'ta ka marrë menja kur ki shku në Shqipëri. Jo. Dhe më thonë se këshu lini, dhe më thonë bashkë bisedave lini që ju takut rasisht. Kishte shumë kohë se nuk i kisha takuar Eraldin, edhe e takome të një wedding, një dasme e shokët tonë, po përbashkët, edhe po ishim po anim direkt në Tiranë, edhe aty sparki ideja. Aty sparki ideja. Edhe Eraldi tha, jemi në vacation, tha, për një muaj, tha, mbe një email, tha, qa ke ti, si e ke idenë tane, edhe do shikoj, tha. I bërë email kur era në Michigan këtu Eraldit, edhe 2 javë mrapa, ishte ideja, ishte edhe skeletoni i biznesit, pastaj, pak nga pak, zishka tjetër, po. Me që di unë, dhe më thonë punë mush, shkoj ajo, dhe më thonë në takut në verë dhe në mars të këti vitit e keni hapa pa jo. Po, në takum verë në gusht, në shtator filluam për biznesin, se janë edhe ato janë behind the doors, janë shumë letra, letra paperwork, po, në mars ishte dhe data oficiale se hapëm kliniket. Se, dhe më thonë, duhet jo me gjetë, sa keni gjetë atë buildingun, ose nërtesën, jo licencat e gjana, dhe më thonë, është një punë shumë e malla që si shef kërkush, po, ne për me hapë këtë podcast, sa mujnë a shku në Marmark? Ka shku shumë, me thonë dhe na kena vunu një 6 muj me hapë podcast. Podcast. Unë kam i pyetje, për dhe sa ju jeni në medical field, si mund të rion në rita njëtën? A ka në mënyrë? Po jo, për te shakas, unë, me thonë, jam i mahnitën me punën të uj, sepse gjithmonë e kam shpreja në podcast që rinia shqiptare në emigracion, ku të në botë, ja vetëm në Michigan dhe në Amerikë, po nep një shembull shumë të mirë se shqiptarët janë me të vërtet popull i shqut, popull energjik dhe popull që dën jetën dhe dën njerëzit. Nuk ka shte vërtet që emigrantat bëjnë vetëm punë që merren me gjana që s'do të më marë. Pra, podcasti jonë e ka thënë dhe do vazhdojmë me thënë që do bim këto djemë të ri si puna ju që jenë sukseshëm dhe të nepni dhe ju mesazhin për rinin,
sepse rinia ka nevojë të marrë mesazh nga djem si puna jote. Jo nga disa djem tjerë që fatkeqësisht jeta I ka përplasur në disa rrugë tjera dhe është shumë e rëndësishme që fëmijët tonë të marrin mesazhin tuaj dhe të ecin në rrugën tuaj, të jenë jo vetëm suksesshëm nga ana financiare, dhe nga ana profesionale, por të formohen si njerëz, sepse të jesh njeri është më e rëndësishme se asgjë tjetër. Pra, unë ju kisha ftu të jepni një mesazh rinisë tonë dhe uroj që të gjithë të marrin këshillën tuaj. Jeni krenaria jonë. Të vëtan, pa furqe në fakt dhe pa asnjë lëvdat, por me shiku se ne vetëm pak muj kena që kena fillu, edhe në çdo javë kena njënin më të suksesshëm të së tjetrin. Jeni primën, krenaria e popullit shqiptar në Shqipni, edhe krenaria e popullit diasporës shqiptare në Amerikë për momentin domethënë të Michiganit. Dhe kudo në botë, sepse kudo që janë shqiptar që janë suksesshëm, është krenari. Krenari në lejuver, para se ta të përzis në atë në pyetjes tonë Mark, se ju e morët iniciativën se të bani podcastin se shqiptar të mbledhen bashk, jo se kjo ndiset jo vetëm këtu në Michigan, po me çka kanë pa edhe në Shqipëri, edhe në shtete tjera të botës. So, është ajo frymëmarrja e juaj se po I organizon zë shqiptar. Pavarësisht se ne jemi shok këtu, ne erdhëm bashkë, po ajo frymëmarrja juaj se po sjell dhe njerëz të tjerë bashk, është mundësia se njerëz të tjerë të bashkohen bashkë, shqiptarët të marrin të njohin njëri tjetrin për drejt për podcastit tuaj, edhe të bëjnë zona të mira, zona të bukura. Na besojmë që tanë bashkë kena me ja arrit. Of course. Që na dikthej fije që doni mi thoni heri ty në shokëve tonë, që na njeh rrugën tuaj se s'ka më të bukur se rruga juaj. Edhe rruga jonë ishte dikush se na frymëzoi, na ndihmoi të vinë tonë. Ndosë ishte shoqëria, kam pas një shoqëri shumë të mirë. Juve njihni shumë nga shokët e mi, kam edhe këtu. Kisha edhe familjen në Shqipëri se mbështetin çdo hapësime, domethënë çdo zasi kam bë ata ishin pavarësisht se nuk ishin me mua, ata ishin gjithmonë me mua, në menjen zemër si thon, se më jepshin drejtën se çfarë më këshillon se çfarë dosh. Kështu që një mesazh të shkurtër se kam për rinin e diasporës Shqipërisë, edhe Shqipërisë është se këtu është në Amerikë është një vend që po deshet bësh I mirë, po deshet bësh I kes. Mundësitë janë të dyja të barabarta, kështu që po na shqiptarët e kena atë thelmin në mrena se do jena shumë hard workers, punojmë shumë, edhe familjet tona kanë ardhur me shumë shtirë këtu, edhe kanë shkuar me sakrifika shumë të mëdha për me mbështet fëmijët edhe ne, kështu që është mirë se t'ja kthej mrapa një familjes tonë, edhe dy, unë si jam këtu, t'jemi hapur për çdo pyetje ose çdo lloj kontakti si shqiptarët kanë nevojë për një këshill ose për diçka se unë kam bërë, se e di më mirë se ata, se t'i ndihmoj patjetër. Edhe deken mundem me marr telefon, mundem me bëj email, çfarë dojnë. Shumë faleminderit. Kjo është mesazh fantastik në fakt se të rrit se kështu na than fakt edhe shoku ju që I keni prapë përbashkët Erionin, tha ndoshta kisha shkurtuar shumë kohë sikur të më kishte ndihmuar një njeri. Por ku ka më bukur se ju, e dini çka keni harxhuar dhe thoni jeni të gatshëm për me kursy atë kohën e shumë që ne ju kam mësu kush, por ja keni arrit aq bukur edhe aq mirë, sa me ju pas zili në kuptimin e mirë të fjalës. Kristianin desha me thane kena prej Veriut edhe Eraldin e kena nga Tirana. Edhe mas atyne që the Kristian desha me thane se në atë Veriut thojmë lumja familja që të ka, edhe lumi komuniteti që të ka ty këtu. Kështu që me të vërtet jena shumë krenar për ty. Bravo. My story is very similar to Chris. I think all the blessings that I've had in my life has been from the love and support that I've had from my mom and dad and my sister, my friends, and the people that brought me
I failed a lot in life, but they were always there to pick me up, to give me the love, the reassurance, the support that I needed. And it's, there's days where you don't have it in you to do it, but when I think of the sacrifice that they made, and I think of all that they gave up to give me the opportunity, I'm okay to fail myself, but I can't fail them, and I will never fail them. Sure. So I think that gave you the courage to push for something greater than yourself, and we're so blessed. We're so blessed to have all that we have. We're blessed to be around good people, and I think now it's our turn to bring the next generation, to inspire them, to give them hope, to give them the opportunities that maybe we didn't have. Exactly. That I think would be equally valuable to them. So Great message. What a beautiful time to be alive. Great message. Yeah. Thank you. All right. Thank you so much. Dersa me mleli shplasën I fio. Dersa me thanë më thanë më mleli do apo? Na thanë gjithmonë se kush me foli pari. Mleli do po mleli mleli. Ku fol me par për te kamerave, të dy më tha që keni qenë në Shqipëri, tash nuk e di pak a shumë, po shkoni në Shqipëri, e frekuentoni Shqipërinë, keni pa ndryshimet e Shqipërisë, si e duket Shqipëria, Kristian? Po, herë në parë se kisha 8 vite se isha në Amerikë, edhe atë shkova në Shqipëri. Ishte një jashtëzakonisht ndryshim në vendet, mrekulli. Edhe me rrugët, edhe se si kisha lënë përpara, edhe me vendet se si janë build, si kanë ndërtua. Më pëlqen Shqipëria, paktën 1 ose 2 herë në vit shkoj. Po, kam si shkoj. Rri, ose kur shkojmë shumë herë shkoj edhe në vende tjera të Europës ose të botës për shembull, po destinacioni I fundit e imi është Shqipëria. Bravo. So shkoj Shqipëri edhe shkoj aty ku jam rrit, në shtëpi ku jam rrit, aty shkoj rri zakonisht, pavarësisht se shkoj edhe vizitoj edhe qytetet e tjera të Shqipërisë, mrekullueshme, po. Na thojmë gjithmonë që e kena I pikë dop, domethënë edhe Shqipënia, pavarësisht se ne gjithmonë, edhe unë them gjithmonë Marko, Gjoana, Elvisi janë për çdo ditë në Shqipëri. Ata më herojnë domethënë. Po të kena premtuar që nuk shkojmë më vetëm. Po ju Araldo, shkojnë. Për mua kam jetuar në shumë shtete të ndryshme. Për çdo herë që shkoj në Shqipëri, zemra ime ndihet që jam. Ja, shumë se në veçantë. Shkoj te shtëpia ku jam rritur, shkoj te shkolla ku kam vajtur, kam qenë I vogël. Kemi një pasticeri të vogël aty afër shtëpisë. Janë gjëra që memories që kam që kur nuk do harroj, dhe kanë qenë some of the best. Sidomos ata memories që ku I fëmijë janë më të bukur, jetojnë deri bile kur sa më I madh bëhesh, aq më e shoh jetën tani dhe jetën atëre, edhe mendoj që nuk kishim aq shumë, po isha so happy. Lozim çdo ditë me shokët, vinim në shtëpi vetëm bënte mami për të ngrënë, pastaj shkonim lozim futboll prap. Ishte jetë e thjesht, po ishte jetë shumë e bukur. Ishte më shumë dashni. Ti bëj edhe pyetje, po derisa më bëj pyetje po harrova. Edhe Marko ka kry punë me pyetje për sa. Nuk lejohet asnjë pyetje tjetër. Derisa më bëj po s'pa bëj se harrova se ju jeni të martuar. Derisa më pyeta deli me shetit në vije, po harrova. Po se bajlojnë atë video. Ti nuk e din se kur shkojmë në Shqipëri na I marrim gratë me vete. Nuk kam. Kjo e gjumëta, jo pas du me hyrë, shpisondes. Nuk e ti gjova pyetje. Edhe ku ja ka marrë mendja Rald që te ajo pasticëria që shkon te aty te lagja, kur shkon në Shqipëri, se ky Raldi vogël do të vi një ditë në Amerikë edhe do të bëhet një doktor I madh. Dhe me thënë, është kjo ëndra amerikane e ba me realitet. Ajo që kena thënë në fillim, kur kena hapur emisionin, pavarësisht se shqiptarët në diasporën e Amerikës e dinë sepse jetojmë këto, po ka shqiptarë që na njekon nëpër Evropë, në Australi, edhe nuk e dinë se si funksionon për shembull diaspora në Amerikë. E kena thënë që diaspora Michiganit dhe Amerikës është si një thesar I Shqipërisë, është gjymtyra e Shqipërisë. Pa diasporën edhe Shqipëria nuk funksionon mirë. Pse? Sepse jo vetëm ditë të gëzume, por sa herë që ka pas problem Shqipënia, diaspora, domethënë shqiptarët e Amerikës, gjithmonë janë gjetë pranë Shqipënisë. Nga ana morale, nga ana intelektuale, nga ana financiare, pra ju jeni e ardhmja edhe e Shqipënisë.
pavarësisht se na jetojmë këto. Jo dhe fëmijët tuaj, sepse Shqipënia krenohet me ju. Edhe tani neve jemi në situatë që, especially my generation, I think we're very willing to help each other, to work together, and I think all of us ultimately want to go back home to help those less fortunate, to educate, to provide the things that we didn't have growing Exactly. up. So I think that we're in a very unique situation where we should never forget our roots. We should never forget our culture, our language. I think those things are so essential and vital to who we are and to our makeup and to our DNA. And I think it's, wow, what a blessing it is to be in a situation that you can go and give back and to do and to uplift Albanians. You'll be able to give something back to your country. What a blessing. The For best. all they've given to us. A good feeling, exactly. Yeah, it is. You're right. You're right. No, është shumë mirë, është nësiv kur për shembull Michigan, se na jetoj Michigan, kur shef shumë biznese, shumë zona si janë bom nga shqiptarët, edhe shqiptarët vazhdojnë të asimilohen e të ngrisin step by step themelet. Mu mbot sifi shumë, edhe sa herë se shoh biznese shqiptare kam shumë sif me supportua, at least bëjat atë partin tëme, po. Është shumë e mirë, është shumë ide e mirë se më bë. Na kena një artirin këtu, edhe jena larg Shqipërisë, si thonë, se është një nostalgji krejt ndryshe për ne këtu, se jena në diasporë se sa për shqiptarët atje. Shumë mirë në majmen se kur jem kanë në Shqipëri, për shembull, pavarësisht se nuk e kena ditë se ku do vim, po shësnia ishte shumë e pastër e mirë në Shqipëri, po kur vjen tu në Amerikë, prap kur e zën Shëstin, e zën me të njëjtën themelim, me të njëjtën nivel se e kishim mrapa, për shembull. Ajo është vetëm për ne, se kena nga Shqipëria, ajo nostalgjia se të zëm një Shësni shumë mirë pastër, po është nëse na prapë e frymëzojmë edhe gjeneratën tjetër, ishte shumë mirë se shqiptarët të rrinë bashkë, mbledhen bashkë edhe të ndihmojnë shumë bashkë. Mbështesim njëri tjetrin. Pa tjetër. Kjo pa largun fakt edhe pa ju hek kreditin, sepse duke qenë një biznes kaq i ri, se e keni hap si mjet në mars. Edhe ju komplet në fillimin në hapat e parë, që ndoshta ala keni nevojë për ndihmën tanë njerëzve, edhe i bëj thirrje tan komunitetit ton, se të tan kena qef më duki fije mirë. Edhe pse mos më shku këto djem kur e morën vesh iniciativën ton, që dona për më shku në Shqipëni edhe për më ndihmu të fëmijët që janë të pa fat me kuptimin kanë hupë familjet e tyne të shtëpisë të fëmisë, edhe pse kur i thojnë ndoshta një kashat kishin për vedi, thonë ata dojmë këtë kashat bashkë. Edhe kjo i meriton domethënë një falënderim të madh prej zemrës nga tonë të Odës Podcast që na mbështet, edhe vazhdoni domethënë për mi dhana të dorën që kena thënë, shumë mirë me ja dhënë dorën dikujt. Jo më shty. Se ka i herë domethënë, hajt mos po bëjmë dhe me kësë s'po shohim, por faleminderit sinqerisht prej të dyve. Pa tjetër. E tha Raldi pak më parë se është për ne ai synimi është se kur të arrisim një farë kohë edhe një farë nivelit, shkojmë mrapa të japim ku është më mirë se të mellan në Shqipëri në atë vend se ne u rritëm edhe u bëm burra. Edhe një vend që ka ala nevojë, sepse ai pavarësisht se këto institucionet dhe shteti që ndoshta edhe i ndihmon pak, por janë institucione që kanë gjithmonë nevojë. Po kalojmë prapë te një pyetje tjetër. Pavarësisht se biznesi juaj, siç e tha Manjola, është ala i ri, si ka kënë mbështetja e shqiptarëve këtu në Michigan? Sa i njoftën është biznes, mundet që ndoshta nuk është ala që njoftën, edhe mbështetja mund të jenë jo aq e madhe, sepse shumë njerëz edhe nuk e dinë se ky biznes ekziston. Po. Është pyetje shumë e mirë ajo. Ta them drejtën, nuk e di të jap Një përgjigje sakt, po jena mundu sa më shumë se të hapim fjalën se ne jena një biznes në komunitet. Nëse është me bë follow në Facebook, për shembull komunitetin shqiptar të Michiganit, bëjmë postime në Facebook. Si të kisha në organizatat e kishë se janë
kur u bë Xers Kastrioti scholarship fund, isha aty, shpërndam flyers, edhe këtu tash në nër do bëjmë do jetë një social gathering me New Generation, si se thamë, edhe do jem aty of course, përsa New Health. Po në fakt, Christian, ty duen edhe pak, jo kërët New Generation për ata gjana që banë, jo, Po mirë. Duhet pak të middle generation. Edhe tjetë New Generation, se New Generation do I thot prindve të vetë. Këtu se do... Në që një dhurat për ditëlindje. Merry Christmas. Po, do t'i thot prindve, si, ke shumë nevoj me shku të klinika e Kristianit dhe Eraldit. Eraldi, si e thame në fillim, ju jetoni në Alabama. Pra është një shtet që është afër Arizonës, afër Floridës. Ka shqiptarë atje apo pak? Në vërtetën s'kemi takuar asnjëri. Akoma nuk kemi shumë shqiptarë atje. Dhe pyetja tjetër është, çfarë bani kështu në një hobby? Keni you like to do something after work or just... Kam qef for me, I love to travel and look at new places, and I work with, I love animals, as we were talking earlier. I have 2 cats, and we have some beautiful stories about animals. We work with a couple of animal rescues, and I just think the whole goal to everything in life is to do something for other people. I think that provides meaning to your life. It adds value, it adds reason, it adds purpose. And I think it's just explore the world, enjoy the people that you have around you, make the best of what you have, keep a positive outlook. We've already suffered, right? Being Albanian, the suffering's already done. My parents suffered so that I didn't have to. Yes. So it's that part is gone. Now is the good days. Now we can focus on doing the things that we've always wanted to. God bless. What a blessing. What a blessing. Yes. Marko, më duket I ka marru pyetjet për sot apo vazhdon? Marko me mikrofon me dorë, nuk vjen. Unë ishta me shku prap te ajo pyetja që bana për. Ishte me ta mikrofonin më marr. iPhone Edhe jo ofrova që më ulën aty, po thanë do ta dajmë mikrofonin bash. Në për episode tjera. Një pyetje tjetër që kam unë, se më keni lënë kështu si në çoshe kështu. Me shku prap të shqiptarë të komuniteti, sa besoni ju të komuniteti, a jena mjaftushëm mbështetësa ne shqiptarë? A besoni që jena mjaftushëm? A besoni që kena shumë punë? Që pavarësisht se thojmë ne mbështesim njëri tjetrin, bajmë për njëri tjetrin, mendoj që ka Allah shumë punë, sepse ekzistojnë shumë gjana të ndryshme, ekzistojnë fatkeqësisht Allah sot jena me në hapën deri një farpiket, po Allah ekziston ajo, s'mund të them xhelozi apo ajo smira, për shembull pse e bani Eraldi ose pse e bani Kristianin, në vend që për mu gëzu për arritjet e shqiptarëve tonë. Tash, e mira s'ka fund, thënë drejtën, a muna me kenë më mirë? Of course, më mirë muna me kenë. Unë kisha me thonë si nivel nimojmë njërë tjetrin si shqiptar, veçanarisht kjo zenerata jonë. Okay? Se kuptoj se zenerata si kanë arifje ma përpara nesh janë të asimilum prap me vjetrën, se si janë rritë në Shqipëri, nuk I vetë faj, por a muna me bë ma mirë? Pa tjetër, shumë ma mirë muna me bë. Edhe unë, edhe tjerët, edhe gjithë mundit më prapë. I think from my perspective, generally people that are doing well, that are in a good place in their life, will always want to help and to do for others. And I think it's still our duty, even though if people around us are, if we're in a position to help, or if we're in a position to do something positive that could make an impact for somebody, you should always take that opportunity, because you lose nothing. You lose nothing by doing the right thing, by saying the kind word, by going the extra mile, by checking in. Those are very small things that as human beings, I think everybody needs at any stage of their life, no matter how much money they make, no matter the educational level. At the end of the day, not everybody is blessed to be able to go to school. Not everybody is blessed to have the opportunity. Some people have to work. Some people have to provide for their families. And that doesn't make them any less than somebody who's been able to achieve, because without my parents' support, I would never be here. Never. So it's all their glory, their work, their sacrifice, but it's, we definitely need to do better with each other, and we need to lead by example within us. Well, that was a very strong message you just give out there. That was beautiful, put together. Po, gjithmonë në çdo fjalë që Eraldi tha,
Gjithmonë nuk e harroj në asnjë sekond të falenderoj familjen që ato ndoshta e kanë lënë vendin pa gjë ose pa shku, domethënë në shkollë ose për me marrë një rrugë ndoshta më të lehtë edhe për jetën e tyne e kanë sakrifikuar për fëmijët e tyne. Edhe në çdo moment ai thot faleminderit tyne ja arrita edhe pse jo, mos të ndihmoj edhe unë një gjenerat tjetër, por unë tham që kjo gjenerata edhe domethënë më të rit, është gjenerata më e mirë sepse e shohin se sa vështirë është edhe jena prap gati për me ndihmu njëri tjetrin, për me bashkëpunu me njëri tjetrin që të rritna tanë bashk. Edhe mas ta kena atë xhelozin në thojza për njëri tjetrin, sepse me qenë se na shkojmë barabar mu duk të bukur, ma mirë me shku te joni se të pakten e ka ditë se e kena ba diqa, pakten t'ja rrisim për njëri ton, kisha thënë unë gjithmonë. Por kjo është mendimi jem personal. Zdia bjen dakord të marrë ku me mu. Marko, jenda, ta vede pyetje gjete. A vërtet e pyetje? S'ka problem, vazhdo ti. Ja, kjo të shi, pyetjet profesionale, ju I shpjegut pak a shumë. Por unë derisa me veçu diçka tjetër të ju dy, se është një veti shqiptare që nuk e shoh as të raza amerikane, as të raza tjera. Shoqënia, për shembull, që keni ju dy, është aq e ngushtë sa që nuk ka rëndësi profesioni që keni, apo biznesi që keni, po është miqësia që keni, që ka më shumë vlerë. Respektoni njëri tjetrin, e doni njëri tjetrin, jo vetëm se jeni shqiptar, por jeni shok ngushtë. E kja është një diçka që nuk e gjen sot sikur dikur, sikur përpara. Derisa me vlerësu edhe përpara publikut, se shoqënia ka një vend veçantë jetë, pavarësisht se familja është më e dashur na njerëzit dhe familjet janë dashur, por shoqënia është ajo që kompleton jetën. Dhe ju dy, bravo ju qoftë, që vazhdoni me kënë shok dhe inshallah vazhdoni deri që të plakeni. Shoqënia është ajo familja e dy që njeriu e zgjell vetë gjatë jetës, sepse familjet nuk I zgjellim, kurse shoqënia është ajo familja tjetër që ne I zgjellim vetë. E tha Eraldi se thot do fjalë turta Eraldi, edhe mas kamerës e tha kur e pyete tha se ne na la opportunity për mu taku me ba këtë business bashk, pos në qoftë se nuk punon, I gained a good friend, tha. Edhe kështu tha, se unë jam shumë thankful, jam për Eraldin, se jo se ishtë një shok, po edhe partner, se shkoj mirë, nuk kena asë një lloj mos marrëveshjet, edhe gjithçka është smooth, gjithçka është smooth. Edhe kjo me shoqëni nuk duhet të kesh ego. Absolutisht. Për mua gjithmonë ka qenë kush e ka idenë më e mirë, ai fiton. Po vi ide nga ty. Nuk duhet të ego njeriu për asnjë gjë. I think kur të vim together, we focus on a bigger picture and we say that this is for the greater good and whoever it comes from, it doesn't matter. There should never be this, competition. No, absolutely. At the end of the day, everybody is certified to do a job. Everybody has value. Everybody's work has meaning, and we need everybody for everything. So there is no hierarchy or things. We create those things. We create. Why shouldn't a teacher be paid as much as a doctor? How are they have any less value? It's with good teachers that you have doctors, you have lawyers, you have engineers. Absolutely. Those are the people that inspire the generations that come. So I think that we need to reevaluate everything and see that if one piece of the chain breaks, we all suffer and we all, So I think it's valuable. As they say, the word team, together, each of us can accomplish more. Of course. Edhe atë mesazh që na do mundu edhe ne për me thënë që na jena gjithë secili jena person në veti, po nëse bashkon ata në bashk, na mundën na arrit maja. Si kanë thënë Shqipni dikur, bashkimi bën fuqinë. Po. Gur bëhet mur. Kina pas shumë shprehje në Shqipni kështu. Edhe pse ndoshta s'kina pas gjë, kina pas atë vrafnin, po këtë shprehje gur bëhet mur, këtë e kina pas. Domethënë mendimet e kina pas të mira.
Ne inshallah, dhe më thonë, se keni orë sët, mas në harroni, dhe më thonë, hajde një prapë të podcasti jonë. Kjo është part one. Perfect. Pjesa një. Kështë s'ka më mirë As këto s'ka me na harru, po as na nuk do t'i harrojmë, se ne do të me i fërkojnë tu, do të me fillu me shku, me... Prave, kina vendën dhe më thonë se... Tash Marko ka po shumë pyetje, se unë e pres Markon të klinika. Se unë evakuara te klinika, atje më pëlqej shumë, ishte godina shumë e bukur, ishte krejt professional, meta i befasum, sinqerisht, se këto kam 31 vite, edhe më ka taku më shku në për klinika, në për spitale, edhe ishte tamam the top notch level. Dhe më thanë, kur ardha aty, unë e pava të gjitha llomat që ishin për disa treatment ndryshme, dhe me siguri që të vi. Me siguri që të vi, se e diskutume bashkë, ka dha ditë. E diskutume. E di që Kristiani e tha paka shumë në shqip se çfarë servicesh ofroni aty, po në qovë se mund në shëral ndoshta me thanë edhe në anglisht se ka herë është pak ma kollaj edhe për shikusit, sepse sikur e thash këto pacientët tuaj do të jenë nga Michigani, ma merr mendja ma shumë nga Kanadaja, sepse Windsor e kena shumë afër, por s'ka gjallë më arë për i vendeve tjera të Kanadas, Toronto tjerë dhe nga Alabama veç për të filmu këtë podcastin. A mund të na përshkruash pak edhe një herë services that you guys offer? We have a wellness clinic. We focus mainly on weight loss. We have hormone replacement therapy. We also do some peptides and IV fluids. We do additional services, but these are our main. Generally, we like to kind of create a relationship with the patient, create a bond, create a trust, try to understand what their needs are, what their goals are, what they hope to accomplish. I think medication is part of the process, but I think it's taking into account what is this person's lifestyle, how are they eating, how are they sleeping, what's their physical activity. Everything works together. You can't isolate one part of somebody and say, if you fix this, everything, that'll never exist. Absolutely. It's a package. I think it's being realistic. I think it's setting expectations. I think it's creating that bond and that trust, which I think in medicine is difficult. I think that people have a lot of misconceptions between doctors, providers, and I think it's important to kind of take a step back, look at the person we're addressing, figure out what their needs are, and find the best goal. Even if it's not us, even if it's not what we do, it's our duty to point them in the right direction, to give them the resources that they need, because that's the right thing to do. So that's really what our goal is. Thank you. And trust the professionals, right? Because na shqiptarët e kena pak kështu si natyrë, që shpesh herë shkojmë te doktori edhe I tregojmë doktorit na çfarë duhet për më na dhanë, çfarë ilaçesh. Me thënë e gjeta në Google kështu. Po, e gjeta në Google se më tha burri I halls. Po, ai e di. Kështu që e kena pak na shqiptarë këtë. Nuk janë vetëm shqiptar, ka ka dhe tjerë, po në shqiptar di fije pak ma shumë e egzagjerojmë këta gjana. Dhe më thënë, trust the professional, edhe është okej që me shku me ba një konsultim, nuk është të thanën se gjithmonë dhe të me shku direkt sa të shkosh të bësh një varet se çfarë serviset ato kërkojnë, por konsultimin rrallë parë, edhe I keni me shqiptar. Kështu që flasin shqip, edhe flasin anglisht. Është vërtet, I understand why people don't trust, people in the medical field. I understand people have bad experiences, and I think it's everybody's duty. Don't just trust my word or his word, because I think it's important to do research. It's important to build trust. It's important to get a second and third opinion. I think it's before you put something into your body, you should make sure that that's the right thing for you. And I think it's gaining that trust takes time, and it's something that we need to help build. And it's our duty to make that connection between those people that don't trust or have had a bad experience. Because if maybe I had a bad experience with something, maybe I would feel the same way too. So I think it's important to not take things personal and to understand their person's perspective of where they're coming from, because I think that will add to your relationship with that patient and could potentially be the difference maker between them following your lead or taking the medication that you're prescribing and following your orders that could have a positive impact in their life. Dhe në shqiptarët e kena edhe pak tabu disa gjana, se pavarësisht se I bajmë, nuk kena qef me diftu se qa kena ba. Për shembull, në biznesin tuaj, për shembull,
keni weight loss. So ne ndoshta unë shkoj te Kristiani edhe ai Kristiani më ndihmon mua për këtë weight loss edhe më pyet dikush si e ke arrit një gjatë tillë edhe shpesh herë kam qef me kena qef me lan kreditin vetes. Po ashtu, nuk ha. Nuk kam vënë kaq shumë direkt. E lash brekun, e lash bukën. Edhe nuk ka kur gjatë. Po, nuk ka kur gjatë keqe, ashtu si kur shkojmë në për doktora, nëse na dhem kryt, nëse kena një problem tjetër, të njëjtën gjë, nuk ka kur gjatë keqe për më shku mu konsultu, edhe me ndihmu veten, por edhe me nda atë informacion me tjerë. Ose gjana tjera për shembull sidomos femnat në përgjithësi, kjo është t'jena realista se tani shumica femnave kur janë mbi një moshë caktume kanë qef pak më nis mu duk pak më jo më të reja sepse mosha bën veten, por pak më të freskëta. Dhe e kanë edhe atë pak tabu që me tregu që e kanë bën një diçka të tillë. Kështu që mendoj që ne shqiptarët nuk është se nuk i bëjmë këto gjana, por duhet nuk flasim për këto gjana. Kështu që mendoj që edhe ajo është një diçka që duhet ndryshojnë pak, sepse ekzistojnë edhe shoqër që ekzistojnë, edhe shoqër që ka koha që duken a mirë. Nuk ka si lloj problemi nëse është mundësia për me bë zonat me u duk më refreshing si tha. S'ka si lloj problemi që me bë, është diçka normale e bën gjithkush. Kupton? Unë kuptoj se shqiptarët e kanë pak si tabu, kanë pak si me maj pak sheta sa punë, po prap edhe njerëzit, edhe shqiptarët, edhe njerëz tjerë se i humbin peshën, pavarësisht aty në do të më jallon merita sa ata po bojnë dietën, ata po shkojnë bojnë exercise, edhe pavarësisht se na ndihmojmë me ilaçe, me zona tjera, për me bëm atlet, po. Si kur të kishin mujt veç po hangër byrekun, nuk do të thur. S'kon mujt me bë pa byrek. Prap aty në do të më jallon merita për atë punë, po jam dakord 100% me ty se shqiptarët kanë pak atë tabun, përveçse nëse vjen për shembull me bë botox, me bë fillers, me bë zona kështu, i bojnë pas kanë si të më thonë, edhe për mua që më thonë it's okay, s'ka problem. Nuk është marrë, sepse disa njerëz shohin edhe me atë që okay, bë botox, po. Që është marrë është me bë marrë, nuk është domethënë kur e ka zerdh ja ka dhënë dikujt Zoti fuqinë për me shpik një gjë. Edhe pse jo, domethënë nuk jetu bën marrë pse po dukesh më afër. Do asimilon. Edhe puna është do të kenë gjithmonë njerëz që nuk do ta bëjnë kurr, edhe është okay, edhe me ato njerëz që nuk do të bëjnë kurr. Ka problem. Por ne kena fjalën për njerëzit që i bëjnë edhe thojnë po hepra, kështu e kam marrë prej natyrës. Jam e mirë vet. Ja, gjyshe, pa gjyshe, po e kthejmë pak në humor, se krejta rreshkun atje dhia. Por në përgjithësi, nuk ka rëndësi na shqiptarët jena rrallë të bukur. Ne jena rrallë të bukur. Kjo është fakt. Edhe jo veç të meqëm, por edhe të bukur. Atë me qërë një lek ty në të bukurina e lemeq. S'ka problem, e kanë këta ndortesh. Jo, a e drejt, shqiptarët jena shumë ratë të bukur, so me thanë shumica s'ka nevojnë bënë botox e fillers, po ata se ka nevojnë, mundin me arë pa problem. Edhe nuk i tregoj Markut se ke. Ja majmë sekret, vetëm Markut dhe t'ja majmë sekret. Na kena thonë, rrim të prosit ka herë se ka njerëz as na kanë një, që Michigani edhe diaspora Amerikës është një Shqipëri e vogël. Është një Shqipëri e vogël brenda Amerikës. Pra, me gjithse na kena 19 episode, 20 episode, jena edhe na të ri në këtë podcast. Për numra mas ja veni mendën Markut. Pra nia ju i sonde, qënë fjallën tonë vend, që kena thënë që Michigani është i mushun me rini shqiptare, për të naturave shqiptare, jo vetëm nga Shqipëria, që janë të sukseshëm në shumë fushat në rishme. Pra, është kënaqësi që jena sonde këtu, me i tërgu publikut, emigrantave në tonë botën, po dhe shqiptarve në vendlinje në Shqipëri, se na jetojmë në Amerikë, po prapë mendojmë për ju dhe jetojmë shumë. Sigurisht, po tjetër. Edhe shumë bukur, Mark, të ndrejten, është shumë mirë. Jetojmë këtu, punojmë këtu, po
Për Shqipërinë mendojmë. Po. Për Shqipërinë mendojmë. E dojmë zemra, malli, njënë tjetër, jena të pashmangshëm, jena të bashkuar gjithmonë me Shqipërinë, pavarësisht profesioneve. Dhe sa e qëllim që Shqipëria ka bën një hap përpara në ekonomi apo në disa fusha tjera, ose në sport, në kulturë, na kena një knatësi edhe më të madhe sepse jena larg. Po të njëjtën kohë kur nimse në Shqipëri për shembull, bëhet një padrejtësi, bëhet një neglizhencë, bëhet një korrupsion, për vëllananin, pavarësisht se jetojnë në Amerikë, na vjen keq, sepse jo vetëm që kena njerëz tonë atje, po tanë shqiptarët jena një. Ta janë vllaznit e motrat tonë. Patjetër. I want to say, I've never seen a podcast like this that uplifts the Albanian community, brings people of different backgrounds, people of different experiences, and it's a safe space where we can share ideas, we can laugh, we can bond. We realize how much we have in common. We have much more in common that we have that makes us different. And I think that what a blessing it is to have, and so much respect to all of you. Thank you. For creating such a beautiful platform where people can come and discuss and build and grow together and help and to do the things that we should have done this whole time. Exactly. Well, but it's a blessing that you've created it, and I wish you all. As you said, thank you very much. But as you said, Elvisi was the one who has the vision. The idea. He knew diaspora of Albanians in America. He knew what kind of quality, what kind of Albanians we have, what kind of young generation we have. That's why he got everybody together so we can be a window and a bridge to connect with our country. And you can never question his dedication. He's got a sore throat today. He's drinking chai, and he's still dedicated to making this a very memorable Elvis is a hard-working guy. The whole Albanian community know Elvis, you know. But working with Elvis now is my pleasure to work close with him. I knew him before; he was my friend, but I never worked with him. But actually, he is so strict, but he makes the job so easy. I don't know how he do it. Diftoj edhe kur të ka bërtit sa herë, diftoj edhe. Ajo është off camera. Ajo vjen me të mirë të kësaj bi bashkë. Dashuri ka një komunikim të jashtëzakonshëm, sinqerisht. A ka prej talentit, ka edhe edukatën familjare, por edhe kur dhe me të kritiku, dhe me thonë, e lynë me pamuk. Atë ka se është pëtëran, të shma si ahare. Atë ka drejt. Po edhe gjanë më kryesore, po e thamë shqip që na kena të pak të natë katërt, është ajo harmonia që na kena mes një tjetrit, sepse ne nuk na ka ba gja... Nuk e din këta sa më vërtini jo mu harmonia. Ne kër e kena, kër i na mlellë për me ba këtë podcast, edhe kena, Elvisi kishte idejnë e parë, nuk është se na mori dikush dhe na tha ju të katër duhet që të baheni bashkë që me ba një diçka tillë. Dhe me thënë kjo ishte krejt organike, edhe kjo harmonia është ajo që na bën gjithmonë edhe më të fortë, po edhe na frymëzon. Aq më tepër qëllimi kryesor që ishte, siç e tha Marko dhe Manjola, që ne të bahena një urë lidhëse jo vetëm për komunitetin këtu në Michigan, por komplet shqiptar, kudo që janë troje shqiptare, komplet shqiptar në tanë botën. Thua është vërtetën, më falë që neve e ndjem atë, që kur erdhëm në shtëpi, e ndjem që jeni njerëz që jeni genuine, keni good intentions, you're people that want to do the right thing, and you feel that as soon as you sit down, you know when something feels Thank real. you. And when you guys came to the studio, you guys brought a positive energy. Of course. So that we appreciate that a lot, because sometimes you cannot find that, you know. It's hard to find genuine. It is. Është si thash përpara, ishte ideja juaj është shumë e mirë. Unë gjithmonë dojë për krahi. A ka ku më kënaqësi më mirë se njerëzit që janë në Shqipëri ose kudo se të jenë, për shembull, edhe kushrit e mi që janë në Kanada ose në Itali o dikun, me shku të Oda podcast edhe me pa, s'po thëmë për vetëm, po edhe kushrit e ti e tut, me pa ty aty edhe me thonë, wow, shive, ku erën, është dhe me thonë, është taman bridge, se ata me pa unë mune me marrë në FaceTime, mune me folë në FaceTime, po kur nuk është se muna me thonë, kur flasë për shamu me njerëzit e mi ose me shësnin të me mrapan se qa bojmë ose se si me ka jam për shamu në biznes ose, you know, këto zonë tjera, kështu se këtu ishte
shumë kënaqësi e mirë, ishte atmosferë fantastike, familjare, ta them aty, po. Se na hangë edhe buk përpara se marr këtu. Faleminderit Kristiani. Në fakt, ta thejmë edhe këtë, se na shqiptar e kena shprehje që Kristiani ka arë me buk me veti, edhe na ka ushqy ma përpara. Ishte shumë kënaqësi, për shembull se unë jem tamam se më kanë shtëpi, nuk është se më hangër mund të hangër ku dush, po ishte kënaqësia se na ul me të tonë bashkë në tavolinë, hangë me buk të tonë, edhe ishte tamam atmosferë familjare. Edhe tjerë prej në Shqipëri, prej në çdo në botë, si është diaspora shqiptare, mundën kanë atë privilegjin për me shku në YouTube edhe me pa Oda podcast, edhe jo me pa vetëm Moralin, po me pa edhe tjerë si bjeni këtu. Kështu se keni shumë respekt për me, respekt më të madh, suksese. Respekti është i dy anshëm, po flas në Ahmet Markut se kështë lënë por ishte kënaqësi për i mend që ju kishim sonte këtu me ne, edhe jam e sigurt që edhe tanë shikuesit tanë do të kenë kënaqësi për me nni fjalë tuaja, që jeni dy djem kaq të ri, po me fjalë kaq të mëdha, sepse ato fjalë vijnë prej zemrës, për një edukatë familjare, edhe për një dashnie kaq të madhe që kanë qef për me transmetu. Na vjen mirë që e keni nni edhe dashnin ton kur keni ardhur, sepse thojnë ato American great minds think alike. Edhe se me dhënë vetit i kompliment. Kështu që po ja për Slen Margo, ju kam thënë Slen Margo me përfundu fjalën. Por ishte sinqerisht një kënaqësi me ju pasonte këtu. Emisionit ton fatkeqësisht po i vjen në fundi, edhe por me fjalën që keni marrë prap. Patjetër. Edhe sepse unë jam e sigurt që keni me pas arritje të reja, kur të vini herën tjetër keni me thonë, kena gjetë edhe këtë mënyrën tjetër për me pa. Kështu që edhe një diçka të vogël që deshta me shtu është mi gjitha qa folme, vlerësojmë shumë atë modestin tuaj. Jeni shumë modesta edhe jena shumë me fat na si Oda podcast që t'jena një za për jo vetëm rinin, po njerëz suksesshëm dhe frymëzues dhe modesta mi gjitha si jeni jo. Kështu që faleminderit edhe herë që keni ardhur. Fjalë e vjetër shqiptare që thot thjeshtësia e zbukuron njeriu. Kur je thjesht i kitana. Për shembull, ju jeni djem të ri, jeni ndoshta më suksesshëm se një shok ose një shoqë ju atë bëjtuj, po thjeshtësia ju brazon me të tanë. Dhe kjo është një merit që nuk vjen nga profesioni, po vjen nga individi. Ju e keni me të leme, nuk e keni me të bleme. Që suksesin punën tuj, familje tuja, në biznesin tuj, dhe uroj që gjithmonë për ju të një vetëm fjalë të mira dhe vetëm sukses. Faleminderit që keni ardhur dhe keni pranuar me ardhur te Oda podcast. Deshta më dhënë një mesazh që mos s'ka rëndësi jo profesioni, po mos të dorëzoni kurrë, sepse me punë, me përkushtim dhe me sakrifica, Zoti i shef ata, edhe jeta ju shpërblen. Shumë bukur ata. Shumë Faleminderit. Shishit të sonte. Faleminderit se na ftut me kënë të sonte, ishte me të manë knatësi, edhe Raldi erdhi nga Alabama, vetëm për këtë. It's an honor, honestly. Yeah. Thank you so much. Se Lisi tha, do vish ti tha, i tha që disish puna, ta thirrë dhe Raldi i thash mundë. Shumë faleminderit. Tjeto se ishte shumë knatësi se ti me të dy bashkëto, edhe sigur, honestly, I had a good time. See you soon. Ishte shumë. Next time. Përshëndesim pra gjithë përshëndesim gjithë. Dhe ju urojmë dhe ju atje në shtëpia tuaja suksese, në familje, në punë dhe në jetë. Faleminderit që na njekët në këtë episod dhe shihemi në episode tjera. Mirupafshim gjithëve. Faleminderit, mirupafshim.